Anton qeta kur mirë dite, fjalla jote rezet rite, të shkoj zonin fund edhe unë o stërni piske dërbeut, të shkoj zonin fund edhe unë o stërni piske dërbeut. Ty të njofti historia, ta gjoj fjallën shqiptaria, ku vendon odat malsore, gju për gju me djem Kosove. Ku vendon odat malsore, gju për gju me djem Kosove. Ashtu sikurse në të gjitha aktivitetet Kosovë Mirdit që Besnik Paci ka organizuar në Domgjon të Mirditës, edhe në 3 dhjetor Besniku i ka prirë për në Domgjon shoqatës humanitare kaçanikase, e cila ka nisur misionin e saj nga Mirdita dhe pikërisht nga fshati Domgjon, ku kjo shoqat me rastin e festës së Shënkollit që feston zona, shpërndau ndihma për familjet në nevojë. Edhe Domgjoni nuk ishte i panjohur për antarët e kësaj shoqate, sepse disa prej tyre kanë qenë prezent në aktivitetet që janë organizuar nga ana e Besnik Pacit ndër vite, pikërisht në Domgjon të Mirditës, dhe kjo ka qenë një nga arsyet që kjo shoqat zgjodhi Domgjonin për të nisur rrugën e saj të ndihmave. Do të vazhdojë edhe në zona të tjera të Mirditës, si dhe në mbar Shqipërinë. Mirditën dhe Kaçanikun e lidh e njëjta traditë, e lidh e njëjta besë, njëjti patriotizëm që kanë pas ndër shekuj. Kaçanikësit quhen për patriota, për luftar të paepër kundër pushtuesve që kanë qenë, dhe dua t'i theksoj që nuk ka qenë rastësisht zgjedhja e Kaçanikut në vitin e shtator të vitit 1990, ku patriotat e Kosovës shpallën kushtetutën e parë dhe shpallën Republikën e parë të Kosovës. Çfarë tjetër e lidh Kaçanikun me Mirditën? Anton Qeta me origjinë nga Mirdita, në vitin 90 ishte themeluesi i lëvizjes popullore Familja të ndihmoj familjen, dhe u ndihmuan mbi 8000 familje me nënkrye Anton Qetën, u pajtuan me qindra gjashtë me nënkrye Anton Qetën, dhe sot në Kaçanik quhet fusha e pajtimit, fusha e Anton Qetës. Dhe ne t'i bashkohemi kësaj lëvizje popullore dhe gjitha shoqatat në Shqipëri dhe në Kosovë me moton Familja të ndihmoj familjen. E dim të gjithë se këtu është një plagë shumë e madhe si në Shqipëri dhe në Kosovë, është një plagë shumë e madhe sepse jo që njerëzit nuk duan të punojnë, por mungojnë vendet e punës. Si në Shqipëri edhe në Kosovë, shumica e familjeve shqiptare jetojnë nga emigracioni. Po këtë familje tjera që nuk kanë emigracion, kush ndihmon? Prandaj të gjithë ne që do kemi mundësinë, që gjitha shoqatat humanitare ku janë në Shqipëri dhe në Kosovë, krijojnë një organizatë të përbashkët, të gjejmë kush janë të familje, të ndihmojnë sadopak. Vetë antarët e kësaj shoqate shprehen se është nder dhe respekt të ndihmosh krahinën e të parëve të atë Gjergjfishtës, Anton Qetës, vendin e Dom Nikol Kaçorrit dhe të parëve të herojit të kombit Agim Ramadanit. Kam kënaqësinë shumë që jam në Domgjon edhe jam krenar që e kemi gëzuar me një pak kohë ushqimore me ornesë të Enverit edhe Besnikut. Shpresojmë dëshirën që me orë këtu edhe mi ndihmuan familjeve. Ditë e ma shumë na jemi duke punuar edhe i falenderoj gjithë ato që kanë marrë kontributin për familjet e varfëra këtu në Domgjon. I përshëndes donatorët. Sot është ajo dita që e kemi para po une për Besnikun edhe për këtë fshat prezve të parë të Gjergjfishtës edhe të Anton Qetës. Është Besniku që na ka shtyr se Besniku ka dhënë kontributin më të madh edhe për luftën e Kosovës, edhe sot jep për Kosovën, edhe për invalidët e luftës, për veteranët e luftës, për skamnorë si në Shqipëri dhe në Kosovë. Domethënë duke u nis nga aspekti vllazëror, nga ajo që Shqipëria dhe Domgjoni, Mirdita ka bërë gjatë kohës luftës për Kosovën, ne kemi ndjerë si obligim që sa do pak t'ja u kthejmë, më thonë dhe t'jemi pranë këtij populli që vërtet kanë nevojë. Po normalisht këtu ka gjëra me ushqimor, domethënë përbët një pako, Domgjoni me 40, domethënë me 40 familje do ndihmohet. Unë jam Shkëlqim Gremi nga qyteti Fierit, antar i shoqatës humanitare kaçanikase diaspora me në kryetarin ton Kadri Dogani.
dhe si përfaqësues i qytetit Fierit, por edhe zonave përreth. E falenderoj shumë kryetarin ton Kadri Doganin, i cili na dha mundësinë me u bashkangjit për me ndihmu popullin ton shqiptar, si këtu në Mirdit, në Tiranë, në Fier, në Lushnjë e kudo. Shpresoj që të bëhemi akoma më të fuqishëm të ndihmojmë gjithë shqiptarin. Shoqata humanitare e Kaçanikase ndihmohet kryesisht nga donatorë të diasporës kosovare dhe vetë kryetari i kësaj shoqate, biznesmeni Kadri Dogani, është i vendosur në Danimark dhe kjo shoqatë ka gjetur përkrahjen e shoqatave të tjera humanitare, biznesmenve dhe personave të thjeshtë nga mbar diaspora, të cilët kanë shprehur gatishmërinë të ndihmojnë familjet në nevojë në Kosovë dhe Shqipëri. Banorët e Domgjonit, ata të cilët u ndihmuan pikërisht nga kjo shoqatë, falenderojnë ata që financuan për këtë ndihmë në prag edhe të festave të fundvitit. Atëherë, unë falenderoj shumë për këtë ndihmë që bëri shoqata e Kaçanikut, si dhe Besnik Pacin, i cili ka mundësuar që fshatin Domgjon ta ndihmoj me çdo mundësi dhe do mundohemi që në një mënyrë apo në tjetër t'ia kthejmë. Për së ardhjen si pjesëmarrës së shoqatës të Kaçanikut, ju falenderoj shumë. Edhe falenderoj Zotin Besnikun, që Pacin që bën këtë organizim. Falenderojmë Kosovar, shokët e tonë dhe shoshin tonë Besnik Pacin. Ju falenderojmë shumë. Rraf Shqipëria o Kosova. Falenderojmë shoqatën humanitare të Kosovës. Për rreth 40 familjet e përzgjedhura me kujdes nga ana e një komisioni, gjatë ditës së shpërndarjes së këtyre ndihmave, një kujdes i veçantë ju kushtua nga ana e komisionerit Frok Biba, edhe shpërndarjes me kujdes dhe sigurimit që çdo familje të marrë ndihmën e dhënë. Ndërsa administratori i komunës Fan, Kolin Marku, e vlerësoi këtë ndihmë si shumë të rëndësishme. Si e vlerësoni apo si e shihni këtë ndihmë që shoqata humanitare Kaçanikase ka bërë sot për Domgjonin? Ne e vlerësojmë shumë këtë ndihmë që po jep shoqata Kaçanik, sepse është rasti i parë që një shoqatë humanitare sjell ndihma për një komunitet të tillë. Ju shpreh mirënjohje të thellë të gjithë kësaj shoqate, në veçanti Zotit Besnik Paci, si djali i kësaj zone që ka kontribuar vazhdimisht për këtë zonë, është i vetmi person që ka dhënë kontributin e vet, qoftë me ndërtimin e kishës, qoftë edhe me ndihmat që po bjen nëpërmjet shoqatës Kaçaniku. Por sigurisht, nisma do të vlerësohej edhe nga banorët e zonës, të cilët kanë falenderuar për iniciativën shoqatën humanitare Kaçanikase dhe Besnik Pacin për nismën. Vlerësoj edhe përshëndes komunën e Kaçanikut, edhe u falënderoj me respektin më të madhin. E dyta respektoj shoshin tem Besnik Pacin. Do me thanë, Gjergjfishta është tron familjari këti, edhe ka kontribu për këtë vend, edhe i shala nuk e le me shkash, ani gjali pa hile, qoshit në eroe. Zot ju be koft e rof Shqipëria Kosovë. Jam në origjinë nga Domgjoni, një vlerësim tepër të madh do doja ta theksoja për Kosovën, për këtë shoqat, por edhe për Besnik Pacin, që është një ndër parat njerëz që investojnë këtu në këtë vend me qëllim që të bëhet sa më njohur Domgjoni. Nuk e kemi prit këtë ndihmë. Ju faleminderit shumë, por edhe shoqit ton Besnik Pacit që na bani të mundur kombinimin me vëllezërit tanë në Kosovë, për ndihmat që na ka prunë, jo tash po edhe para që ka kontribuar për ishën tonë. Gjatë vizitës dhe ceremonisë së shpërndarjes së ndihmave në Domgjon, gjatë një komunikimi nëpërmjet rrjeteve sociale me kreun e shoqatës humanitare Kaçanikase, Kadri Dogani, i cili jeton e punon në Danimark, ky i fundit ka siguruar se ky është vetëm fillimi, ndërsa nisma të tjera do të shtrihen edhe më gjerë.